Në Kosovë sot është heshtje zgjedhore para votimeve të nesërme për pushtetin lokal, të para që nga shpallja e pavarësisht së shtetit të ri. Autoritetet vendase dhe ndërkombëtare po bëjnë thirrje për shmangje të çdo veprimi të dhunshëm. Ata i kanë cilësuar këto zgjedhje si sprovë të rëndësishme për shtetin e ri dhe synimet e tij për integrimet euroatlantike, të ndjehemi nga Prishtina korrespondentin ton Besim Abazi. Në Kosovë sot është heshtje paraelektorale para zgjedhjeve të nesërme për pushtetin lokal, të para që nga shpallja e pavarësisë së vendit. Nuk ka pasur raportime për prishje të kësaj heshtje, ndërsa policia bëri të ditur se një mjet shpërthyes ishte vendosur para selisë së degës Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Podujev. Mjeti që nuk ka shpërthyer është larguar nga ekipet e specializuara të KFOR-it. Fushata një muajshe që përfundoi mbrëmë është vlerësuar përgjithsisht e qetë përveç 2 ditëve të fundit, gjatë të cilave u shënuan 2 incidente më të mëdha, një në Deçan dhe një në Mitrovic, por pa pasojë në njerëz. Policia thotë se tash për tash gjendja është përgjithsisht e qetë dhe nuk janë shënuar incidente të reja, ndërsa është zotuar se do të krijojë mjedis të qetë të sigurt për votimet e nesërme dhe për këtë arsye ajo ka angazhuar mbi 5000 pjesëtar të saj që do të kujdesen për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka bërë të ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet për votimet e nesërme që fillojnë në orën 7 dhe mbyllen në orën 19. Mbi 1.500.000 qytetarë me të drejtë vote do të kenë mundësi të hedhin votën e tyre në njërin nga 740 qendra të votimit me mbi 2200 vend votime. Zgjedhjet mbahen për pushtetin lokal në 36 komuna të vendit dhe sipas sistemit zgjedhor, postin e kryetarit të komunës në rrethin e parë fiton ai që siguron 50% plus 1 vot, ndërsa nëse kjo nuk arrihet, organizohet raundi i dytë nëpërmjet 2 kandidatëve që kanë fituar më së shumti vota. Me mira vëzhgues të vendit dhe qindra ndërkombëtare do të vëzhgojnë zgjedhjet e nesërme, të cilat për herë të parë organizohen fundekryhen nga institucionet e vendit. Deri tash zgjedhjet janë mbështetur dhe vëzhguar nga organizata për siguri e bashkëpunim në Evropë, por kësaj radhe ajo nuk është përfshirë për shkak të qëndrimit të paanshëm ndaj statusit të Kosovës. Për herë të parë zgjedhjet mbahen edhe në 3 komuna të reja me shumicë serbe nga 5 sylesh, sa janë paraparë me planin e këtyre negociatorit ndërkombëtar Marti Ahtisari, në bazë të cilit të shpallur edhe pavarësia e Kosovës. Nga gjithsejt 74 subjekte politike sa janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhje, mbi 20 janë nga radhët e komunitetit serb. Autoritetet vendase ndërkombëtare kanë bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë në këto zgjedhje dhe posaçërisht pjesëtarëve të komunitetit serb, të cilët janë vënë ndërmjet thirrjeve për pjesëmarrje dhe kundërshtimeve të Beogradit, i cili vlerëson se nuk ka kushte për një gjë të tillë. Përfaqësuesit e serbëve në veriun e Mitrovicës, ku kësaj radhe nuk organizohen votime, thonë se pjesëmarrja në këto zgjedhje nënkupton njohjen e pavarësisë së Kosovës. Pavarësia, shtetit të ri që është njohur nga 63 vende të botës, ka bërë që të ndryshojë edhe gjuha e subjekteve politike gjatë fushatës për zgjedhjet e nesërme. Ajo është karakterizuar nga një gjuhë më ashpër politike e përqendruar në kritikat e ndërsjellta të partive politike për fshirjet atyre që janë së bashku në pushtet. Zgjedhjet e nesërme janë cilësuar me rëndësi historike pavarësisht se bëhet fjalë për pushtetin komunal, ndërsa autoritetet vendase ndërkombëtare kanë bërë thirrje për proces të qetë dhe shmangje të gjitha veprimeve të dhunshme. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.